Presidenti Donald Trump po vendos rreth 2000 trupa të Gardës Kombëtare të Kalifornisë pavarësisht kundërshtimeve të guvernatorit të Los Angelesit për vendin ku protestat e së shtunës quan në përleshje midis autoriteteve të migracionit dhe demonstruesve. Shtëpia e parë tha një deklaratë se Trump po vendos ushtarët e Gardës për të adresuar paligjshmëritë që janë lejuar të përkeqësohen në Kaliforni. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom, në një demokrat kundërshtoi këtë veprim dhe tha në një postim në X se veprimi nga presidenti republikan është qëllimisht nxitës dhe vetëm sa do përshkallëzoj tensionet. Gaz lotësjellës së tym mbushën ajër në periferinë jugore të Los Angelesit të shtunën, ndërsa konfortimet midis autoriteteve të migracionit dhe demonstruesve ushtërinë në ditën e dytë dhe vazhdojnë dhe sot. Dhe presidenti Trump paremëroi se qeveria federale mund të ndërhyjë dhe ta zgjidhë problemin. Gavin Newsom tha se qeveria federale po lëvizte për të marrë përsipër Gardën Kombëtare të Kalifornisë dhe për të vendosur 2000 ushtarë dhe paremëroi se kjo vetëm se do përshkallëzonte tensionet. Detajet e mëtejshme nuk u bën menjëherë të disponueshme. Ky është misioni i gabuar dhe do të gërryejë besimin e publikut ta Newsom. Vendosja e trupave autoritetet lokale janë në gjendje të marrin ndihmë nga zbatimi i ligjit dhe në çdo moment ta guvernatori dhe aktualisht nuk ka nevojë të paplotësuar. Në platformën e tij në Truth Social, Trump tha qeveria federale do ndërhyjë dhe do ta zgjidhë problemin. Trazirat e plaçkitësit në mënyrën se si duhet zgjidhet nëse Newsom dhe kryetari i Bashkisë së Los Angeles nuk mund ta bëjnë punën e tyre, të cilën gjithë e dinë se nuk mund ta bëjnë. Personeli patrullës kufitare me pajisje kundër trazierëve dhe maska gazi qëndronte një roje jashtë një parku industrial në qytetin e Paramount, duke hedhur gaz lotësjellës ndërsa kalimtarët dhe protestuesit u mblodhën. Disa i tallën oficerët ndërsa regjistruan ngjarjet në telefonat celular. Ai si jashtë Paramount, ju shohim për atë që jeni, tha një grua përmes një megafoni, nuk jeni të mirë pritur këtu. Një tabel dore shkruante asnjë qenie njerëzore nuk është e paligjshme. Sekretari i Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem, postoi një mesazh në mediat sociale duke ju drejtuar protestuesve të Los Angelesit duke paremëruar se ndërhyrja në zbatimin e ligjit për migracionin nuk do të tolerohet. Në një deklaratë të shtunën, drejtori i përgjithshëm i ICE, Todd Lyon, bëri thirrje mayor të Los Angelesit Bass për reagimin e qytetit ndaj protestave. Kryetaria e bashkisë mori anën e kaosit të mungesën e ligjit në vend zbatimit të ligjit të Alliance. Mos u gaboni, ICE do të vazhdojë zbatojë ligjet e migracionit në vendin tonë dhe të arrestojë të huajt e paligjshëm kriminal, thuhet në deklaratë.